Besoj që vitin e shkuar u tha që po japin bonusin për fushat. Ne s'kemi fushat këtë vit. Ne s'kemi zgjedhje deri në vitin 2029, kështu që bonusi nuk ka lidhje me asgjë tjetër përveç se me vëmendjen që ju kemi premtuar që do të kemi vimësisht, jo vetëm për të zbatuar politikën e re që vendosëm dhe që ju tani më po e prekni për rritjen e përvitshme të pensioneve, por edhe duke ju qëndruar pranë kur ekonomia na jep mundësi. Dhe ka një, për shembull, komponent që ne nuk e kishim parashikuar në të ardhurat tona, që ishte rritja e të ardhurave nga rritja e çmimit naftës. U rrit çmimi i naftës dhe vetiu u rritën dhe të ardhurat nga taksa, gjithë ato që janë aty brenda në çmim për buxhetin e shtetit. Të gjitha ato pjesë që erdhi nga rritja e çmimit për shkak të luftës, do ta merrni ju, do ta marrin pensionistët. Kështu që dhe ata që u ankuan që u rrit çmimi, të ndjehen mirë, sepse në këtë mënyrë kanë kontribuar që një pjesë e këtij bonusi të jetë edhe nga ata, kush përdor makinë ndot, pensionistët nuk ndosin, dhe është gjëja më e natyrshme që një pjesë e këtij bonusi të jetë edhe ajo e ardhur. Pra asnjë euro i është shtuar buxhetit kimet nga të ardhurat prej çmimit naftës nuk është mbajtur në buxhet, po është pjesë e bonusit që do marrin pensionistët që nga sot. E njëjta gjë për kapërcimin e parashikimeve në rritjen e të ardhurave në tërësi, të cilat sot janë pjesë e këtij bonusi, por nuk janë vetëm pensionistët, janë edhe personat me aftësi të kufizuar, të cilët prej kohësh prisnin pikërisht këtë që ne bëm dyfishimin e ndihmës për personat me aftësi të kufizuar. Patjetër që ju ka takuar më parë, por mundësitë nuk na kanë lejuar që ta bëjmë këtë gjë. Janë fëmijët me aftësi të veçanta. Ju kujtohet që u zotuam që do të dyfishojmë mbështetjen për gjithë fëmijët me aftësi të veçanta. U mor vendimi dhe fillon zbatimi për të dyfishuar, dhe nuk është dyfishim tani, është dyfishim që do jetë aty në çdo buxhet. Pra është i parashikuar për çdo buxhet. Një tjetër problem që kemi pasur ka qenë problemi i barrës së kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar, për të cilët qëndrimi pranë një personi me aftësi të kufizuar përkthehej në mungesë mundësish që të paguajë sigurime shoqërore dhe sigurime shëndetësore. Apo jo, drejtor? Është vendosur që të gjitha sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar do t'i paguajë shteti.